në qoftë se vdes prej një sëmundje të pashërueshme, a quhet shahid. Shikoni, kategoritë e shahidit i ka përmend pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith, një prej tyre është ai i cili vdes nga sëmundjet e barkut, gruaja lehon ajo e cila gjatë lindjes ose nga cikli, ose ai i cili e nxan një objekt përfundi ose një tërmet ose në ndeshje komunikacioni etj. Sa i përket çdo sëmundje e cila është e pashërueshme, nuk guxoj me thonë që detyrimisht çdo kush që ka një sëmundje të pashërueshme është shahid, por mbarët prej rrethonave të asaj sëmundje. Një gjë e garantojmë neve me lehtë Allahut azza xal se çdo sprovë e cila vjen në aspektin e sëmundjeve edhe bën sabër besimtarin, në këtë rast ai ka me pas shpërblim për sabrin edhe për sprovën që ka godit. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar në hadithin e saktë se çdo sprovë që godet besimtarin edhe një thermë hyn kam edhe ai bën sabër, i fshihen mëkatet e tij. Prandaj një njeri i cili ka sa më shumë sëmundje edhe dhimbje, edhe bën sabër edhe mbështetet Allahut në atë sprovë dhe në atë dhimbje, çdo sekondë që ai bën sabër, i fshihen mëkatet edhe ndoshta vdes i pastër pa kurfar mëkati. Allah në bëfra atyre që në jep shëndet, në jep iman, mbështetjen Allahut azza xal dhe na merr shpirtin me besim.